Mirë, jemi sërish së bashku në A2 Puls. Do të vjem të flasim tani për një tjetër çështje, në fakt një ngjarje e rëndë e cila ka ndodhur 2 vite më parë. Bëhet fjalë këtu për vdekjen e 3 vjeçarit Brian Spahiu, i cili humbi jetën në një klinikë mjekësore pra në 2023-shin, por lajmi i fundit që lidhet me këtë ngjarje vjen vetëm një ditë më parë, ku organi akuzës i ka komunikuar akuzën 5 personave. Kështu është vendosur në arrest shtëpie mjeku anestezist Roland Xhaxho, vajza e tij mjeke Ina Xhaxho dhe Marta Gina. Për mjekun është vendosur prokuroria e Tiranës ka kërkuar masën e sigurisë arrest në shtëpi, ndërsa për të bijën Ina Xhaxho dhe Marta Ginën, organi akuzës ka kërkuar arrest në burg, por togat e zeza në fakt kanë caktuar arrest shtëpie. Mjeku anestezist akuzohet për vrasje nga pakujdesia, ndërsa Ina Xhaxho dhe Marta Gina akuzohen për vrasje nga pakujdesia dhe mashtrim të kryer në bashkëpunim. Nën akuzë gjithashtu janë edhe 2 mjekë të mjekësisë ligjore, Elton Serani dhe Erindo Allo, të cilët dyshohen për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim, të atë fundit në fakt janë pezulluar nga detyra. Kjo është ngjarja. Kjo ka ndodhur një ditë më parë me akuzën për persona të cilët janë përgjegjës sipas drejtësisë shqiptare për vdekjen e 3 vjeçarit Brian Spahiu, i cili humbi jetën në një klinikë private 2 vite më parë. Do ta diskutojmë këtë çështje qoftë në aspektin mjekësor, por edhe në atë ligjor. Nisim fillimisht bisedën me mjekun Erion Dasho. Zoti Dasho, ju përshëndes. Faleminderit që jeni në A2 CNN. Përshëndetje. Faleminderit ju për ftesën. Besoj jeni në dieni të kësaj ngjarje. Edhe pse kanë kaluar 2 vite, por në atë kohë kujtojmë që pati goxha reagime, diskutime, komente, sepse dhe vetë familjarët e 3 vjeçarit kanë kërkuar drejtësi, janë ata të cilët nuk i kanë dalur asnjëherë, si thua, shpresën që do të vi drejtësia nga gjykatat shqiptare. Megjithatë, kjo çështje ende vijon, nuk është thënë fjala e saj e fundit. Fillimisht, si e keni parë në aspektin mjekësor e kam fjalën? Një voglush i cili shkon në një klinikë dentare dhe aty gjen vdekjen. Para se ta shohësh nga aspekti mjekësor dhe nga aspekti ligjor, kjo duhet parë nga aspekti njerëzor, si ngjarje, dhe është një ngjarje jashtëzakonisht e dhimbshme. Ajo që thatë ju është pjesa më e dhimbshme dhe pjesa më e tmerrshme e kësaj historie. Pra një fëmijë 3 vjeçar i cili humbet jetën gjatë një procedure mjekësore e cila në kushte normale nuk duhet të kishte qenë kërcënim për jetën. Kjo është një situatë e dhimbshme, unë e kam komentuar edhe kur ka ndodhur kjo situatë, kam qenë i ftuar në disa studio televizive dhe çdo herë që flas për këtë temë, nuk mund të mos u shpreh ngushëllimet e mia më të ndjera të afërmëve të fëmijës, prindërve, sepse është një ngjarje që më e dhimbshme nuk mund të bëhet. Pra kjo është aspekti njerëzor me të cilin të gjithë solidarizohemi dhe të gjithë e quajmë diçka me të vërtet tragjike. Për të ardhur tek pjesa mjekësore dhe pjesa ligjore më pas, unë si qytetar, po edhe si mjek në radhë të parë, asnjëherë nuk jam për vendosjen e masave ekstreme ndaj mjekëve, sidomos në kushtet kur nuk ka një vendim gjykate të formës prerë. Pra, ju e thatë edhe vetë, prokuroria ka ngritur akuzat, i ka paraqitur mund të ketë shuar dosje në gjykatë, unë nuk jam jurist që ta komentoj në terma juridik, por nga sa kuptohet, çështja ende nuk është gjykuar, çështja është ende në gjykim ose sapo ka nisur të gjykohet, dhe si të tillë unë e gjykoj se është një qëndrim shumë i gabuar, një qëndrim i papranueshëm që mjekët të vendosen në masë arresti, sepse përvoja të paktën e të gjithë vendeve të botës janë disa raste që kanë qenë shumë të publicizuara kohët e fundit, siç ishte për shembull hetimi për vdekjen e Michael Jackson, hetimi për vdekjen e Matthew Perry. Pra që ishin raste kur kishte patur mjek të përfshirë me akuza konkrete, të cilët gjatë gjithë kohës së gjykimit janë ndjekur në gjendje të lirë, pavarësisht se në disa prej tyre mendoj se mund të kishte dënim që zgjatej me dekadat të tëra heqje lirie. Deri tani të lirë kanë qenë, zoti Dasho.
Ti është caktuar masa e sigurisë arrest, është caktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi. Pra po më thoni që derisa të jep vetë vendimi përfundimtar i gjykatës, mjekët duhet ta ushtrojnë normalisht profesionin e tyre. Është e gabuar masa e sigurisë arrest shtëpi në rastin konkret dhe arrest me burg që u kërkua për të bien. Përsëri këtu duhet shohim dy aspekte, sepse ju folët edhe për ushtrimin e profesionit, por edhe për ndjekjen e tyre në gjendje të lirë apo në gjendje ose në gjendje të privimit të lirisë. Për sa i takon ushtrimit profesionit, mund të shprehet prokuroria, por ka edhe një organ që është shumë më shumë profesional dhe më pak penalizues, që është urdhri i mjekut. Pra, mund të ketë një hetim të urdhrit mjekut dhe nëse gjykohet që kjo ngjarje mund të analizohet sipas praktikave të urdhrit mjekut dhe të merret vendimi se mjekut ose mjekëve në fjalë duhet u hiqet edhe drejta e ushtrimit profesionit, kjo është një tjetër çështje, është çështje administrative, çështje profesionale dhe ka lidhje me urdhrin e mjekut. Këtu sigurisht që unë nuk mund të komentoj sepse nuk e di nëse urdhri i mjekut ka hapur ose jo hetim disiplinor ndaj mjekëve në fjalë dhe nëse ka hapur çfarë vendimi ka marrë. Kjo është tjetër çështje. Në qoftë se bëhet fjalë për ndjekjen e doktor Xhaxhos, të vajzës, të ekipit të mjekëve të tjerë në gjendje të lirë ose në gjendje të privimit të lirisë, unë si mjek, si qytetar, po edhe si person që shoh dhe interesohem se si ndiqen praktikat e ngjashme në vende të ndryshme të botës, asnjëherë nuk jam që në qoftë se një mjek nuk është dënuar me formë të prerë të gjykatës për një vepër penale, këtij t'i privohet liria, madje jo një mjeku, pa as një qytetari. Në qoftë se do të ishte një ngjarje njeh ligji atë që quhet arrestim në kushtet flagrancës. Pra nëse do të ishte arrestuar doktor Xhaxho para 2 vjetësh, kur ndodhi situata, në frikën se mund të dëmtonte provat, se mund të prishte evidencat, është tjetër histori, por kanë kaluar 2 vjet nga situata, 2 vjet nga ngjarja e dhimbshme, dhe pas 2 vitesh të hysh dhe të arrestosh mjekun ose një ekip mjekësh me justifikimin se çështja tashmë po kalon në gjyq, për mendimin tim kjo është e pakuptimt dhe unë personalisht nga pikpamja ime mund të ketë pikpamje të ndryshme, mund të ketë kolegë të tjerë që e shohin ndryshe. Por unë nga pikpamja ime e shikoj jo të drejtë dhe e shikoj si diçka pa vend. Dakor, ne bashkë zoti Dasho dua që bisedën në vazhdim ta fokusojmë në aspektin mjekësor, pasi në studio ka ardhur dhe juristi Franc Nuri. Mirë se erdhe zoti Nuri, faleminderit për ta shtrirë bisedën në aspektin ligjor së bashku. Me ngjarjen jeni në dieni që të mos e nis nga fillimi. Kështu që unë po nis me njëherë me pyetjen e parë zoti Nuri. Pra, cilat janë bazat ligjore për akuzën vrasje nga pakujdesia sipas neni 45 të kodit penal? Kujtoj që për mjekun anestezist kjo është akuza që është ngritur, vrasje nga pakujdesia për zotin Xhaxho. Baza ligjore është pikërisht neni që ju cituat i kodit penal dhe nga hetimet që janë zhvilluar dhe janë duke u zhvilluar organi procedues, në rastin konkret prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë, ka dalë në këtë konkluzion, sidomos dhe mendoj ka qenë determinante ekspertiza e fundit që u bë publike dhe u bë e njohur dhe për publikun nga media dhe para pak ditësh, nga ekspertiza nga ekspert italian, mos gaboj, të mjekësisë ligjore atje apo laboratorit italian, sepse kuptohet që edhe në Shqipëri mund të ketë pasur një farë vështirësie për rastin në fjalë, duke qenë se edhe Shqipëria ka dhe faktin që mjekësia mund të ketë dhe njohjet e veta, personat që kanë vite që kanë punuar, mund të ketë pasur edhe një lloj parajgjykimi ndoshta për çështjen dhe është kërkuar, aq më tepër dhe vështirësi, për rastin konkret, është kërkuar një ekspertizë, le të themi e huaj, mund të bëhet në raste të komplikuara, nëpërmjet bashkëpunimit gjyqësor, nëpërmjet prokurorisë shqiptare dhe palës italiane, nëpërmjet letër porosive që është mekanizmi i asistencës dhe ndihmës juridike, është kërkuar kjo ekspertizë. Kjo ekspertizë ka ardhur dhe konkluzionet e saj janë bërë të ditura dhe të njohura prokurorisë, po besoj dhe palëve të interesuara në këtë rast, apo avokatëve të tyre mbrojtës, dhe mbi bazën e kësaj ekspertize pastaj janë marrë masat. Në rastin konkret, masa e arrestit në shtëpi, arrestit shtëpiak, pra po themi për
mjekun anestezist, por dhe për personat e tjerë përfshirë, mos gaboj, ka pasur dhe disa... Po, është Ebia, është Marta Gina, punojse klinikës, por edhe 2... stomatolog, po themi. Po, dhe 2 mjekë të mjekësisë ligjore të cilët janë pezulluar nga detyra. Atëherë, në këtë rast, pezullimi i tyre nënkupton që ekspertiza e tyre ka qenë me probleme. Mirë, në cilat raste, zoti Nuri, gabimi mjekësor kthehet në përgjegjësi penale dhe jo vetëm civile? Atëherë, në rastet kur shkelja mund të jetë një natyre, pra nuk kemi një natyre relativisht të rëndë, pra nuk kemi të bëjmë me një neglizhencë, apo me një, po themi, tejkalim relativisht të vogël të protokolleve mjekësore, por kemi bëjmë me një shkelje relativisht të rëndë, që mendoj unë, një mjek, një profesionist i shëndetësisë, i cili aq më tepër ka një eksperiencë, duhet ndjekë protokolle të caktuara, nuk mund t'ja lejonte vetes, apo flas në përgjithësi, pa dashur të hyj në rastin konkret, nuk mund t'ja lejonte vetes që të bënte ato veprime të cilat pastaj jo vetëm janë të kundërligjshme, jo vetëm që janë të kundërligjshme dhe mund të konsiderohen si kundërligjshme, por kanë cënuar integritetin fizik, dëmtimin e shëndetit me pasoja për një qytetar të caktuar, në këtë rast për një fëmijë të një moshe të mjitur 3 vjeç, vetëm 3 vjeç në momentin e ngjarjes. Mirë, zoti Dasho, mbetemi pak në fakt çështja e anestezisë, kujtojmë atëherë që u diskutua shumë në rastin konkret. Kështu që pyetja që kam, cilat janë rreziqet më të mëdha që lidhen me anestezinë e përgjithshme tek fëmijët e vegjël? Për këtë duhet të drejtoheni, duhet të këshilloni një mjek anestezist nëse do të hyni në këto detaje teknike, por unë mund të flas në parim, dhe t'ju them se asnjë procedurë mjekësore nuk kalon pa rreziqe dhe nuk ka asnjë procedurë ose trajtim mjekësor që të ketë vetëm efektet pozitive ose efektet e synuara për përmirësimin e shëndetit ose për shpëtimin e jetës, vetëm mos ketë asnjë efekt anësor. Ne edhe kur blejmë një pako me aspirina që blejmë pa recet mjekësore dhe preparatet të tjera që blihen pa recet mjekësore, kur merr atë fletën ilustruese, shikon të gjithë efektet e padëshirueshme dhe efektet anësore dhe janë të shumta dhe që disa prej tyre mund të jenë në rastet e alergjive ose në rastet e efekteve anësore edhe vdekjeprurse. Pra, të mos harrojmë, dhe ky është parimi kryesor i mjekësisë. Pra, në mjekësia fatkeqësisht nuk është një shkencë eksakte dhe ashtu sikundër ka efekte pozitive, ndërhyrja mjekësore, ashtu ka edhe riskje dhe efekte anësore. Në këtë rast, mua më bëri shumë, më e vlerësoja të komentin e avokatit në studio, sepse tha diçka shumë të drejtë, që edhe unë, pavarësisht se nuk jam jurist, e gjej shumë të drejtë. Pra, duhet dalluar ajo që është ndodhja ose ngjarja me një probabilitet të caktuar e një efekti anësor, i cili nuk mund të shmanget, nga neglizhenca dhe nga një dëmtim i cili vjen si pasojë e neglizhencës së personelit mjekësor. Ka raste ekstreme që jam i sigurt nuk bëhet fjalë në rastin ton, por kemi patur raste në botë, në Shqipëri fatmirësisht jo, kur ka edhe dëmtim të qëllimshëm të jetës pacientit nga ana e personelit mjekësor, por të paktën në Shqipëri fatmirësisht rastet të tilla nuk kemi dëgjuar. Atëherë, këtë e vendos gjykata dhe pikërisht për këtë arsye çështja ka shkuar në gjykatë dhe gjykatësi dëgjon pastaj sheh ato ekspertiza, thërret mjek dëshmitar, thërret dëshmitar edhe personat e akuzuar dhe në bazë të kuadrit ligjor dhe në bazë të ndërveprimit me prokurorin dhe me avokatin merr edhe vendimin përkatës. Pikërisht këtu nuk do të hyj se kjo është tema e avokatit. Të kalojmë pak tek tema ku e nisëm bashkë, te tema e efekteve anësore. Pra, anestezia, ashtu sikur se ka efektet pozitive që e vendos pacientin në gjumë, e bën të pandjeshëm ndaj dhimbjeve të procedurës të cilës është duke i nënshtruar, anestezia ka edhe efekte anësore të cilat janë fatkeqësisht të shumta dhe shpeshherë edhe të rënda. Unë kam qenë personalisht dëshmitar në një rast të ngjashëm, kur përsëri si pasojë e një efekti anësor të anestezisë, ka patur humbje jetet përsëri të një fëmije. Ka ndodhur një situatë shumë vite më parë, unë kam qenë student ose specializant i ri në atë kohë dhe kam qenë dëshmitar i një situate të tillë në sallën e operacionit. Pra, nuk e thua dot si mjek dhe nuk e përcakton dot si mjek që të thuash
Në këtë rast, ne do ta shmangim anestezin, sepse anestezia mund të ndodhë ky ose ai efekt ansor. Pra, për të dhënë një përgjigje përfundimtare për pyetjen tuaj, anestezia ka efekte ansore. Efektet ansore kanë një shpeshtësi të caktuar të ndodhjes, disa prej tyre janë të shmangshme, por disa prej tyre ka raste që janë dhe të pashmangshme dhe që në mënyrë pavarësisht nga masat që merren nga mjeku ose nga personeli mjekësor, rezultojnë në dëmtim të shëndetit, ka raste dhe në të jetës së qytetarit dhe të pacientit. Tani, prekim pak një element, doktor, ekspertizën e huaj. Në rastin konkret, ekspertiza italiane, me qënë se dhe zoti Nuri ju referua. Ju pavarësisht se nuk jetoni dhe punoni në Shqipëri, ushtroni profesionin tuaj jashtë vendit, konkretisht në Gjermani, por jeni në dieni, jeni gjithmonë i mirë informuar, i updetuar, nëse mund ta përdor këtë shprehje edhe pse nuk është shqiptare, me sistemi, me gjithçka ndodh me sistemin shëndetësor në Shqipëri. Kështu që kjo, le të themi, përfshirja dhe ekspertizës italiane çfarë tregon? Mosbesim në sistemin shëndetësor në vendin tonë, nga institucioneve shqiptare? Është një praktik e njohur kjo, është një praktik e domosdoshme, ndodh edhe në vende të tjera, le të themi, me vende të tjera ballkanike që kërkojnë ekspertizë nga vende të tjera perëndimore të mjekësisë në perëndim? Jo vetëm në Ballkan, po kudo në botë, dhe jo vetëm për raste të tilla, raste mjeko-ligjore, por dhe për raste të trajtimit, është ajo që quhet mendimi i dytë, ose second opinion e quajmë në anglisht. Pra, pacienti në çdo rrethan, kur ka një dyshim për trajtimin të cilit është duke ju nështruar, ose trajtimi që është propozuar, pacienti ka të drejtë të drejtohet një mjeku tjetër për të marrë një opinion për situatën në fjalë, që mund të jetë një trajtim, që mund të jetë një diagnozë, ose që mund të jetë një situatë tragjike si kjo që ju përmendët. Bazuar nga fakti. Këtu unë nuk kam informacion, por mund të ekstrapoloj bazuar mbi atë çka shohim. Pra fakti që dy mjek ligjor shqiptar pas kanë marrë masën e pezullimit dhe të drejtës së ushtrimit në profesionit. Për shpërdorim të tyre të kryer në bashkëpunim, vetëm për ta saktuar. Atëherë, unë mund të gjykoj tani pas faktit dhe pas njohjes së këtij fakti se ekspertiza e kryer në Itali duhet të ketë qenë e ndryshme me ekspertizën e kryer në Shqipëri dhe prokuroria ka vendosur që ekspertizën e kryer në Itali ta marrë si standardin bazë dhe për këtë arsye të quaj ekspertizën e aplikuar nga dy mjekët shqiptar si jo të drejtë dhe i ka vendosur përsëri këtë masë të ndalimit të ushtrimit të profesionit mjekëve shqiptar. Përsëri e përsëris dhe përsëri dua të them që në këtë rast duket një situatë që flet qartë se çfarë duhet të ketë ndodhur në mjediset gjyqësorit dhe këtu përsëri është ajo pra që mund të them rasti duhet trajtuar përsëri si një rast ku gjykata duhet shprehet dhe në fund është gjykata ajo që merr vendimin se si duhet vazhdojmë më tej kjo histori. Por bazuar mbi çka shohim, duket qartazi që ekspertiza shqiptare dhe ajo italiane janë të ndryshme dhe prokuroria bazuar mbi rezultatet e ekspertizës së kryer në Itali merr vendimin përkatës dhe trajtimin përkatës dhe ngre akuzat përkatëse, jo vetëm ndaj mjekëve që akuzohen për trajtimin e pa kujdesshëm të fëmijës fatkeq, por edhe ndaj ekspertëve mjeko-ligjor që e kanë trajtuar këtë rast dhe kanë bërë ekspertizën në këtë rast. Mirë, zoti Nuri, Roland Xhaxho i është komunikuar akuza e arrestit në shtëpi. Edhe pse doktori tha që nuk jam dakord, që përderisa nuk ka një vendim të formës prerë, një doktori t'i komunikohet një akuzë, qoftë ajo dhe arrestit në shtëpi. Tani, çfarë ndodh? Po, në rastin konkret, kemi të bëjmë me vdekjen e një fëmije. Kemi të bëjmë me një, nëse është vepër penale, pavarësisht se Atëre, unë mendoj se për te komunikimit të akuzës, në këtë rast, masa arrestit është mas, po themi, mas paraprake, pra për një mas
për gjykimin e çështjes. Pra çështja nuk është gjykuar, nuk ka ende persona të dënuar, nuk ka ende persona të shpallur fajtor. Pra për momentin duhet prezumojmë pafajësinë, sepse kështu e ka dhe kushtetuta dhe drejtat e njeriut. Por fakti që është vendosur një masë e tillë është një masë parandaluese për të parandaluar përsëritjen e veprave, sepse pra pengon, pamundson ushtrimin e detyrës së një mjeku për tani e në vijim deri në vazhdimin e procesit, po themi. Nga një aspekt tjetër ligjor pengon që të ketë pra edhe dakordësimi midis dëshmitarëve të ndryshëm, pra mundësi që të kontaktohet dhe të bien dakord për versionin e ngjarjeve, pavarësisht se duhet thënë është një masë që është e vonuar, nëse kemi arritur sot në konkluzion si prokurori apo si institucione shtetërore, është një masë e vonuar sepse tashmë ajo mund ta ketë dhënë këtë efekt, pra nuk shërben më për të parandaluar këtë lloj elementi, por është një masë e cila mund në raste të tjera mund të kishte qenë edhe më e rëndë. Qytetarët e tjerë që nuk janë të veshur me bluzën e bardhë të mjekut, por janë qytetarë të zakonshëm, prokuroria dhe gjykata nuk i tolerojnë as pak, por përfundojnë direkt në burg për raste si vrasje nga popullsia që mund përdoret për shembull edhe në rastin e aksidenteve, edhe në rastet e ngjarjeve të tjera që nuk kanë rrethana specifike në lidhje me shëndetin dhe jetën e qytetarëve pranë një shërbimi shëndetësor, po themi, pra që nuk kanë lidhje me mjekimin, me klinikat, me spitalet e tjera me radhë, pra me mjekët në përgjithësi. Është një masë të përshtatshme. Pra është një masë e ndërmjetme, do thosha unë. Është një masë e ndërmjetme, mund të kishte qenë një masë akoma më e rëndë, në raste të tjera, gjykata dhe prokuroria nuk japin masa arrest shtëpiak, por japin arrest me burg. Në disa raste, varet dhe nga graviteti i situatës. Pastaj duhet marrë një sër rrethanash në konsiderat. Në rastin konkret kemi të bëjmë me humbjen e jetës së një fëmije të mitur në moshën 3 vjeçare. Kemi të bëjmë me persona të tjerë që nga të përfshirë. Dhe nuk është vetëm përgjegjësia ndoshta marrja në përgjegjësi, të paktën nga organi i prokurorisë e mjekut kryesor, në rastin konkret zoti Xhaxho, mos gaboj, por ka edhe 2 persona të tjerë, stomatolog, asistentja, 2 persona të tjerë që bëhet fjalë për 2 mjekët e mjekësisë ligjore, që kanë dhënë dhe raportin e tyre i cili me sa duket që ka problematik dhe prandaj edhe ndaj tyre është kërkuar janë në hetim dhe po kërkohet marrja e masës, po ashtu arrest në shtëpi për shpërdorim detyre tashmë, sepse kanë një detyrë dhe një funksion publik për të bërë një raport autopsie dhe të japin konkluzione se nga kishin ardhur këto shkaqe dhe duket sikur nuk pas kanë qenë shkaqet në përputhje të paktën me ekspertizën e dytë dhe atë italiane që sapo erdhi, kështu që është më pakta që mund të themi. Kështu që në këto kushte unë mendoj që është një masë adekuate në lidhje me situata. Pastaj është gjykata që e çmon. Gjykata që e çmon vlerësimin e masës, nëse është një masë. Vendimin përfundimtar. Gjykata çmon nëse është, pra nëse ky rast do të vijojë të hetohet me masën e arrestit të këtyre personave apo nëse nuk i plotësojnë kushtet dhe prokuroria pas ka qenë tepër e ashpër dhe atëherë do duhet të jepet një nga 7 masat e tjera që lejon teorikisht kodi i penal dhe kodi i procedurës penale për të vijuar gjykimin e çështjes, si mund të jetë detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore. Po këta akuzë zotin apo garancia nga pakujdesia, çfarë rrezikojnë? Çfarë rrezikon mjeku, por edhe ekipi tjetër? Zakonisht këto janë lidhur me këtë akuzë, pra po themi vetëm për këtë akuzë, zakonisht shkon minimumi është me gjobë dhe maksimumi shkon në 5 vite burg. 5 vite burg. Maksimumi në raste të tilla, por duhet parë edhe veprat penale që mund të kenë kryer personat e tjerë. Nga informacionet e mediave që unë arrita të marrë për rastin, personat e tjerë përfshirë, të paktën 2 prej personat e tjerë akuzohen edhe për mashtrim në bashkëpunim. Po. Në mos gaboj. Është e bia? Po, i bia dhe asistentët. Po, asistentët apo mjekën tjetër, le të themi. Pra, këtu do parë se si mund të eci dhe mund të evoluojë hetimi i çështjes, nëse do të ketë rëndim të akuzave apo jo ndaj personave, sepse edhe kjo vepër penale nuk është një vepër penale relativisht e lehtë, por është një vepër penale, po themi mesatare edhe e lartë në shkallën e dënimit. Për sa i takon 2 mjekëve që janë të akuzuar për shpërdorim detyre në bazë nene 248 të kodit penal, edhe ata rrezikojnë, po themi, gjobë deri në, por shpërdorimi i detyrës shkon deri në 7 vite, pastaj për rastet më. Po, doktor, në dijenin tuaj, sa të respektuara janë protokollet mjekësore në klinika private në Shqipëri? Nëse ka kontrole rigoroze, nëse keni këtë informacion.
Përgjithsisht dhe fatkeqësisht në Shqipëri nuk kemi një kulturë të mirë dhe një kulturë profesionale të zbatimit të atyre që quhen udhëzues të praktikës klinike dhe protokollet mjekësar. Në klinikat private, pastaj është gjithçka në varësi të klinikës, në varësi të ekipit mjekësor dhe në varësi të kërkesave të llogarisë që kjo klinikë ka. Unë njoh dhe kam kolegë që ushtrojnë aktivitetin e tyre në klinika private në Shqipëri dhe që i zbatojnë protokollet në mënyrën më skrupuloze të mundshme dhe kanë protokoll të updateuar, protokoll që gjithmonë i shohin në përshtatje dhe përputhje me protokollet më të mirë dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, sikurse ka edhe klinika që nuk i zbatojnë dhe nuk kanë ndjekje protokollesh. Në këtë rast do të ishte thjesht një abuzim, nëse unë do të filloja të komentoja rastin në fjalë, sepse klinikën në fjalë ku ka ndodhur ngjarja as nuk e njoh. Edhe me doktor Xhaxhon nuk kam asnjë njohje personale që të mund ta kisha pyetur se çfarë zbaton. Se çfarë, përgjigjem që në Shqipëri ka një diapazon shumë të gjerë, që fillon nga mos zbatimi dhe mos njohja dhe mos përdorimi i protokolleve deri në përdorimin rigoroz dhe shkencor të protokolleve dhe praktikave të mira bashkëkohore. Se ku bie në këtë spektër klinika e doktor Xhaxhos, unë këtë natyrisht nuk mund ta them dhe i takon ndoshta atyre ekipit të ekspertëve që do të ngrej gjykata për të hetuar rastin në fjalë për të hetuar edhe këtë aspekt. Kjo çështja e mos respektimit, doktor, është lidhet edhe me integritetin e vet doktorit? E shihni diçka të vet mjeku, mënyrën se si mjeku operon, se si qoftë edhe te karakteri i tij, lidhet diçka e tillë me profesionalizmin? Në përgjithësi, ajo çka unë do doja që të kishim në Shqipëri dhe që unë kam qenë gjatë gjithë kohës edhe promovues i përdorimit dhe i aplikimit të protokolleve klinik edhe në institucionet shtetërore të kujdesit shëndetësor publik, ka qenë krijimi i protokolleve që nuk është diçka e lehtë, është marrë shumë lehtë nga shumë drejtues, qoftë në QSUT, qoftë në ministri, sepse kanë menduar se duke përkthyer një protokoll të një vendi tjetër mund të krijosh dhe grupin e protokolleve në Shqipëri, gjë që nuk është as pak e vërtet, sepse kërkon një punë shumë rigoroze, kërkon që ti përshtatësh me mundësi diagnostike dhe terapeutike të vendit, pra nëse protokolli gjerman sugjeron përdorimin e disa medikamenteve që tregu shqiptar nuk i ka, ose për efekt kosto, ose për efekt disponueshmërie, këto ti duhet i përshtatësh. Pra, artimi protokolleve është një proces shumë kërkues dhe një proces i cili në Shqipëri nuk është kryer asnjëherë siç duhet. Dhe në Shqipëri dhe në sistemin shëndetësor shqiptar, qoftë atë publik, qoftë privat, mungon kultura e protokolleve. Edhe ato që quhen protokolle, shpeshherë janë përkthime shkeleshko nga protokoll të vendeve të tjera, të cilët nuk janë dhe nuk kanë vend në praktikën klinike shqiptare. Unë uroj që rastet të tilla, ndoshta shumë të dhimbshme, dhe jo ndoshta shumë, por rastet të tilla që janë tragjike dhe janë të dhimbshme, të paktën të shërbejnë për të sensibilizuar kolegët e mi në Shqipëri, profesoratin e Fakultetit Mjekësisë, strukturat përkatëse. Ne kemi një qendër kombëtare për cilësinë, sigurinë dhe akreditimin e institucioneve shëndetësore, e cila ka vite për mendimin tim në inaktivitet dhe që nuk është duke e kryer rolin që i takon. Sepse nëse në sistemin shëndetësor shqiptar do të ketë protokolle, mjeku në radhë të parë dhe pacienti në radhë të parë do të jenë më të mbrojtur. Pra, nëse çdo të thotë të kesh një protokoll, do të thotë që çdo gjë nga A-ja deri tek Z-ja, ti ta aplikosh tek pacienti në fjalë për një rast klinik të caktuar. Dhe nëse ndodh një komplikacion, nëse ndodh një efekt anësor, ky në kuadër të një protokolli, edhe përgjegjësia e mjekut kuptohet shumë e ulët, nëse është zbatuar dhe është ndjekur fije për pe protokolli. Nga ana e pacientit, nëse pacienti, për shembull, marrim Gjermaninë, ku unë jetoj dhe punoj, nëse një pacient në përgjithësi institucionet shëndetësore gjermane
kam protokolle për gjithë shka. Dhe në qoftë se ndodh një efekt anësor, dhe në qoftë se ndodh një ngjarje pa dëshirueshme që i themi ne në sistemin shëndetësor dhe në shëndetësi, me njëherë, para se të vihet UESI-a, janë mekanizmat e kontrollit të brendshëm, është departamenti i cilësisë dhe sigurisë së spitalit, që e shikon dhe e fillon gjithë shka, a është zbatuar protokolli. Dhe nëse zbatohet protokolli dhe nëse shihet që ky rast fatkeq ka ndodhur si rezultat i një efekti që e parashikon ajo lloj terapie, natyrisht që ngjarja këtu mbyllet pacienti dhe familjarët e pacientit e ndjejnë veten më të qetë, sepse në fund të fundit e kuptojnë se çdo lloj ndërhyrje shëndetësore ka një risk dhe ka një efekt, ka një risk për një efekt të padëshirueshëm ose efekt anësor. Prandaj edhe ne në Shqipëri duhet që më në fund të ndërmarrim hapat për të krijuar sistemin e protokolleve të udhëzuesve të praktikës klinike, të harmonizuar me mundësitë diagnostike dhe terapeutike që ka sistemi shëndetësor shqiptar dhe ta bëjmë këtë në dobi të pacientit, në dobi të mjekut, sepse edhe mjeku duhet punon më i qetë, është më i mbrojtur, qoftë nga ana profesionale, qoftë nga ana mjekësore, por qoftë edhe nga ana psikologjike, sepse ai mjek të cilit i vdes një pacient në dorë, ai mjek pëson një traumë, sidomos në rastet si kjo që ka ndodhur. Natyrisht, trauma kryesore e pëson familjarët e pacientit, e pësoj fëmija fatkeq, por mos kujtoni se mjeku dhe ekipi mjekësor e kanë kaluar pa traumë dhe pa dramë këtë situatë. Prandaj është gjithmonë domosdoshmëri pra udhëzuesi praktikës klinike si mbrojtje dhe si qetësi qoftë për pacientin, qoftë për familjarin, qoftë për mjekun. Po, zoti Nuria, ka nevoja legjislacioni shqiptar pra për një rishikim sa i përket trajtimit penal të gabimeve mjekësore? Po, mendoj se ka nevojë dhe është diçka që duhet shihet nga afër, sepse ka dhe rastet tjera që kanë ndodhur fatkeqësisht, po jo vetëm në aspektin e mangësive shohun të mjekëve në vetvete, por duhet parë edhe pse jo përgjegjësia e institucioneve në shumë raste. Qoftë dhe institucioneve shtetërore, pra në rastin konkret të spitaleve dhe edhe të mungesës së ilaçeve, për shembull. Ka sot dhe këto ditë kemi dëgjuar mjaft raste skandaloze në lidhje me onkologjikun, ku nga kolegë tuaj, nga gazetarë, është bërë i njohur për opinionin publik që mungojnë ilaçe dhe mungojnë ilaçe jetë shpëtuese për qytetarë që vuajnë sëmundje relativisht të rënda, jeta e tyre rrezikohet për ditë dhe nga institucionet shqiptare shohim një papërgjegjësi të lartë që nuk merret masa për blerjen e atyre ilaçeve, për tenderimin dhe fshihen mbas procedurave burokratike punojësit, drejtorët apo personeli ekzekutiv që duhet ketë dhe ka për detyrë që t'i furnizojë ato në kohë, por fshihen pas procedurave të mungesës së rezultateve në lidhje me tenderave apo burokraci të tjera, por që pacientët janë aty dhe kanë nevojë për trajtim të përditshëm. Dhe ata nuk mund të rrinë dhe jeta e tyre është seriozisht në rrezik kur mungojnë këto ilaçe, kur i jepen pastaj dhe ndryshohen protokollet. Një pacient në onkologjik e nis mjekimin me një trajtim të caktuar sipas protokollit normal dhe më pas për shkak të mungesës së ilaçeve detyrohen dhe mjekët të japin një bar, po themi një mjekim zëvendësues etj, i cili mund të shkaktojë dëme. Pra duhen parë gjitha këto aspekte në mënyrë që edhe kuadri ligjor dhe kuadri penal të përfshi këtë lloj përgjegjësie, pra të jetë një përgjegjësi më specifike, do të thosham, se sa përgjegjësia e përgjithshme, një nen i përgjithshëm që aty mund vendosur çfarëdo lloj gjëje, pra po flasim konkretisht për rastin e vrasjes nga pakujdesia. Nuk mundet që të përdorësh vrasjen nga pakujdesia edhe në rastin e mjekimit pakujdesshëm, po themi apo mjekimit që e tejkalon protokollin, dhe është në shkeljet protokolleve mjekësore, dhe nuk mund ta përdorësh njëtin dispozit, të njëjtin nen vrasje nga pakujdesia, ndërkohë që si prokuroria dhe si gjykata e përdor për raste nga më të ndryshmet, deri diku dhe rastet më banale. Pra duhet të jetë një dispozit më e mirë menduar që t'i përgjigjet jo vetëm kohës, por edhe sfidave që ka shërbimi shëndetësor, privat dhe publik, kushdo qoftë ai, në kohët ku ne po jetojmë. Po. Doktor, edhe një pyetje fundit. Ju përmendet dhe e zgjeruat argumentin tuaj për sa i përket mungesës së kulturës së protokolleve në Shqipëri.
dhe pasojave që ato sjellin, pasojat që ato sjellin. Por përveç pra mungesës së protokolleve, ka mungesë të trajnimeve apo ndonjë boshllëk në formimin profesional të mjekëve që mund të çojnë në raste të tilla tragjike? Sigurisht që sistemi shëndetësor shqiptar ka probleme në pothuajse në çdo aspekt të funksionimit të vet. Por ajo që unë mund ta them deri diku me përgjegjësi është se ana e njohurive është ana që vuan më pak. Pra, mjekët kanë konferencat e tyre vjetore, mjekët kanë të paktën 1 ose 2 konferenca çdo specialitet, mjekët marrin pjesë në konferenca ndërkombëtare, sepse janë edhe të detyruar nga sistemi i krediteve dhe i sistemit të licencimit dhe edukimit të vazhdueshëm mjekësor, dhe sot është një qasje, një mjek duhet të ketë një dashuri shumë të ulët për profesionin e vet, që mos tjetë në gjendje të marrë informacion të updateuar. Sot mjafton të hapësh celularin dhe merr informacionet më të updateuar nga fusha e profesionit tënd. Mund të gjesh aty dhe protokollet më të komplikuar dhe më të specializuar. Pra, pjesa e njohurive, unë do ta gjykoja pjesën më pak që vuan më pak. Ajo që vuan më tepër, përmendi shumë mirë avokati, unë sot kam qenë, jo më larg se sot kam qenë në një studio tjetër televizive, ku kemi diskutuar raportin e KLSH-s për onkologjikun, dhe ku janë evidentuar shkelje të tmerrshme për sa i takon mungesës së preparateve për të sëmurët të prekur nga sëmundjet tumorale. Pra, jemi në një situatë e cila do po ta krahasosh me shumë aspekte të tjerë, me mungesën e preparateve, mungesën e pajisjeve, infrastrukturën e dobët, mungesën e protokollave, mungesën e infrastrukturës spitalore në përgjithësi, njohuritë e mjekëve janë, unë do të gjykoja si pjesa, si problemi më i vogël në këtë histori, i cili shpeshherë dhe nuk është problem, sepse praktika ka treguar që mjekët shqiptar shpesh kanë të njëjtët njohuri, të njëjtën aftësi praktike, si dhe kolegët e tyre në çdo vend tjetër të Europës. Është qartë. Zoti Nuri, edhe një pyetje fundit për të rikthyer edhe një rastit konkret. Pra, cili është dallimi mes neglizhencës mjekësore dhe shpërdorimit të detyrës? Atëherë, shpërdorimi i detyrës mund të ngrihet si akuzë vetëm ndaj zyrtarëve shtetëror në lidhje me tejkalimin e kompetencave, me shkeljet e ligjit në kuadër të detyrës së tyre, kur mund të ketë krijuar nga veprimet e tyre pasoja, mund të kenë krijuar pasoja, mund të ketë ardhur pasoja negative, kuptohet, dhe dëme ndaj personave privat ose publik. Në rastin konkret, shpërdorimi i detyrës unë shoh që është ngritur si akuzë vetëm ndaj 2 zyrtarëve, pra 2 mjekëve, që janë të Institutit të Mjekësisë Ligjore, në mos gaboj, apo 2 mjekë të cilët janë caktuar si ekspert. Pra 2 ekspertëve që janë caktuar si ekspert nga ana e organit prokurorisë, pikërisht për të përcaktuar shkaqet që sollën dhe ndrimin e jetës, pra tani, me që përmendët 2 mjekët të Mjekësisë Ligjore janë pezulluar nga detyra, por janë në akuzë. Janë në akuzë, po, sepse me sa kuptoj nga dosja dhe nga elementet që janë bërë publike, shpërdorim detyre sepse kanë ushtruar një funksion publik në rastin konkret, ku kanë dhënë mendimin e tyre të nënshkruar në raport, pra kanë nxjerrë një raport, kanë pasur disa pyetje normalisht, dhe një nga pyetjet më logjike është cila është shkaku i vdekjes së pacientit në rastin konkret të fëmijës së mitur, dhe duhet kishin arritur konkluzionet e duhura dhe konkluzionet e qarta. Nga informacioni që kam arritur të kuptoj, nuk kanë dalë në konkluzion të qartë dhe nuk e kanë evidentuar sakt shkakun e vdekjes. Gjë që e ka bërë raporti i mjekëve italian, të cilët e kanë sqaruar mjaft mirë situatën si ka qenë dhe kur themi pezullim, vetëm pezullim nga detyra, nuk janë në mas arresti. Tani, kjo ndoshta duhet të saktësuar, sepse nga informacionet që unë kam lexuar në media ishte vendosur dhe masa arrestit. Por ndoshta mund të jetë dhe lapsus nga informacioni që kemi marrë nga media. Gjithsesi, në total janë rreth 5 persona. Janë 5 persona të përfshirë. Por automatikisht në momentin që personi mund të jetë në arrest shtëpi, e ka të pamundur të funksionin. Detyrën sepse nuk del dot nga banesa dhe e ka të ndaluar pikërisht për të larguar nga banesa e tij, e njohur, e përhershme, e njoftuar në organin kompetent, kështu që përveç rasteve specifike kur dikush mund të punojë edhe në distancë, e ka të pamundur që të ushtrojë de facto profesionin.
kurse për rastin e vdekjes nga pakujdesia, kjo pastaj është pra vrasjes nga pakujdesia, kjo është pastaj një dispozitë më specifike që është gjetur e përshtatshme për të ngritur si akuzë nga organi i prokurorisë, pra nga Prokuroria e Tiranës, për mjekët të cilët në këtë rast janë mjekët e klinikës private. Dhe par definicion nuk mundet që shpërdorimi i detyrës të ngrihet ndaj një subjekti privat. E qartë, mirë. Unë ju falenderoj shumë për kohën që na kushtuat, zoti Nuri, faleminderit që erdhët në studio, zoti Dasho, faleminderit për bisedën, faleminderit për opinionet tuaja.